Oleg Ivashchenko, shefi i ri i shërbimit të inteligjencës së jashtme të Ukrainës, emëruar nga presidenti Zelenski në mars të vitit kaluar, në një intervistë të detajuar për agjencinë shtetërore Ukrinform, zbuloi planet afatgjata të Kremlinit dhe dha një vlerësim të rreziqeve që presin Europën nëse Rusia riorganizohet ushtarakisht. Ai deklaroi se planet e Rusisë mbeten të pandryshuara dhe se thjesht po përpiqen të blejnë kohë me idenë e bisedimeve për paqe në mënyrë që të marrin veten. Ivashchenko theksoi se Putin ka si synim të gjitha vendet e ish-bashkimit sovjetik. Planet strategjike të Rusisë mbeten të pandryshuara. Ajo kërkon kontroll të plot mbi territorin tonë. Janë të raskapitur teknologjikisht, ekonomikisht dhe diplomatikisht, po përpiqen të fitojnë kohë për të riorganizuar, por kjo nuk garanton paqe. Në logjikën e Kremlinit kjo është një luftë për të ringjallur Bashkimin Sovjetik. Sipas vlerësimeve tona, synimi i menjëhershëm është marrja nën kontroll e plotë e rajoneve të Luhanskut, Donetskut, Zaporizhzhjas dhe Khersonit. Objektivi i gjatë është rivendosja e ndikimit mbi të gjitha vendet e ish-bashkimit sovjetik, thot ai. Shefi i inteligjencës së Ukrainës dha detajet më të ishme për atë të cilën ai e quan plani Kaliningrad, i cili sipas tij ka për synim për të sulmuar vendet baltike. Skenari rus përfshin një krizë të sisur në Kaliningrad apo Bielorusi që të justifikojnë ndërhyrjen ushtarake. Armata e blinduar dhe armata janë përgatitur për të depërtuar nëpër korridorin Suwalki dhe për të kërcënuar shtetet baltike, shton ai. Matej Ivashchenko thotë se Ukraina nuk po lufton vetëm për mbjetesën e saj, por edhe për Europën. Ai deklaron se nëse hiqen sanksionet Rusisë do t'i duhen 2 deri në 4 vite për të riarmatosur dhe për të sulmuar Europën. Ukraina nuk lufton vetëm për mbjetesën e saj, ne jemi mburoja e Europës, po mbajmë linjën e parë dhe po i japim kohë perëndimit të përgatitet. Nëse lufta ndalet Rusisë, do t'i duhen 2 deri në 4 vite për të rindërtuar fuqinë ushtarake. Nëse hiqen sanksionet, riarmatimi do përshpejtohet dhe Rusia do të jetë gati për agresion kundër Europës. Ndërtimi i një distrikti të ri ushtarak në Leningrad me baza të reja ushtarake deri në Gardishullin Kola dhe kufiri me Finlandën është sinjali më i qartë që po përgatiten për ofensivë jo për mbrojtje, u shpreh ai.